Gjendëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, praktikisht në Michigan, pranin e misionin e famultarit në Rum, Don Fred Kalaj, me një mision të veçantë me atë dorë në shtrime për katedralen në Shkodrës, për këtë realitet ka që identitar për qytetin tonë, dhe mund të më thanë se rreth saj, historisë e saj, ajo përmbledh ngjarjet më të rëndësishme të katolicizmit, jo vetëm Shkodër, por në marë trevat shqiptare katolike. Është vend i një rëndësie dhe shoqërie të veçantë për të gjithë besimtarët tonë katolik, por e cila gjendet në një situatë problematike sa i përket anës strukturore, arkitektonike të katedrales, sepse nga vite nuk bëhet një restaurim i saj. Është bërë një restaurim me njëherë mas ramës e regjimit komunist, i cili e kishte kthy në vitin 1967 në Pallat Sportit, dhe në pritje të ardhjes e Papa Gjon Paulit të dytë, më 25 prill vitit 1990, një katedrale u restauru me ritme shumë të shpejta, dhe nga ai moment nuk pat një ndërhyrje domethënëse në të gjitha sektorët e saj. Prandaj jena në një situatë disi problematike dhe është urgjente që të vënë dorë të fillu nga çatia deri tek ato element më të vegjël pjesë e realitetit katedrales. Jam këtu siç thash me dorë në shtrime, ku bujaria e bijve tanë në diasporë nuk ka mungu kurrë për të gjitha kishat të ndryshme e për të gjitha realitetet nevojat e besimtarëve tonë, qoftë në Shqipëri, por edhe në trevat e Malit të Zi të Kosovës, e besoj që nuk do të mungojnë as në këtë rast të kenë se katedralja është kish në anë të gjitha kishave të tjera. Ajo na personifikon shumë mirë dhe shpreh atë çka është krishterim dhe katolicizëm në vendin tonë. Ju dini në malsort kena një shprehje që thojmë ankimja lypa e lypa adeka. Qa në më thana ankimja lypa? Në kjo se dikush ankohet, një i person atë të lyp diqa. Duhet me ka një vëmendshëm, ku ka nevojnë edhe mjo avit, kjo se e kemik e dashamir. E në kjo se një person vjen e të lyp, thot apo me $100 se i kam fëmijët pa hangër, dije se i ka 4-5 dit pa hangër, e është gati të i dek. Nuk as e kena këtë për krenaris, po për dignitetit. Në këtë rallë, kështu kuptojmë, do vlashim falë, por do vlashi ka ardhë me lyp. Pa dhe me thanë, ankimja lypa adeka, dhe me thanë është ka rrit, në kjo se mundë me thanë, thika nasht. E kam pa vetë katedralin, është në nërtë mjerume. Male Eglezja, e thoi latinisht, në kisha nan, për të tanë Shqipnin, kisha martirëve me radhë, ka mërën tanë historin e poplit shqiptar, për qëndrume të katolicizmin që ja kanë në Shkodër. Pra ne mënoj, faleminderit Zotit, na kena një mu shumë kisha në Kosovë, në Malësie, në për Shqipnije, në Bajzën, në tana vendet tjera, kena një mu me generozitet, me dordhanjet pale, e nuk duhet kurse si në bot me lanë, mas dorët kishën nanë. Një aty nga përfatëson ne, njerëzit e turistat kur vinë, thojnë që në dy vende shkojnë gjanë e pa, shkojnë me pa katedralen edhe Vorrezat. Te Vorrezat duket kultura një poplit, te katedrale duket feja edhe kohë shpirti një poplit.